po e nisi me spektaklin e së martës që pati rekord klikimesh në çdo platformë online dhe arsyeja është pikërisht zarfi zi. Vëllai i madh mori vendim të prerë që Gerta të skualifikohet nga gara, ama jo totalisht. Është i pa justifikueshëm. Për këtë arsye, Big Brother ka vendosur që Gerta të skualifikohet nga loja. Gerta mund të lësh shtëpinë? Po, patjetër. Okej. Të shumta ishin reagimet të njerëzve duke thënë se kjo është puro padrejtësi për Gjestin, nga se hedhja me birë e atë 2 herë duhet dënuar me eliminim të menjëhershëm. Por kjo gjë nuk ndodhi kështu këtë herë. Ledioni kumtoi lajmin se zgjedhja i takon publikut, duke bërë kështu që ata ta votojnë Gertën, që ajo të ketë një mundësi të dytë. I kërkoj shumë falje. Familjarëve të Gjestit dhe Gjestit veçanërisht. Atëherë më thoni nëse zarfi është gati të ketë një mundësi të dytë që të rikthehet në shtëpinë e Big Brother. Dhe po kjo ndodhi, Gigjari u rikthye përsëri në lojë e këtë herë të fundit i kërkoi falje jo vetëm Gjestit, por dhe familjes së tij. Në anën tjetër, një përjashtim i menjëhershëm ndodhi gjatë ditës së mërkurë për Jozin. Kjo sepse banori i theu rregullat e formatit duke nxitur dhunë. Shikoni këtë pamje e binduni ju vetë. Veç një kopil shkine mundet me bo këtë gjë. More veç. Laerti lexoi vendimin e produksionit teksa brenda ambientit të shtëpisë filloi një tension i madh. Vllai i madh ka marrë një vendim të rëndësishëm dhe të menjëhershëm. Për shkak të komenteve fyese, diskriminuese dhe totalisht të pandjeshme ndaj bashkëkombësve tan, Josefin Marku përjashtohet në këtë moment nga gara. Kjo nuk mbaroi me kaq. Marku Leçë hoqi dorë përfundimisht nga çmimi i madh, por dhe vazhdoi diskutimin, që ishte pikërisht tema që largoi nga gara. Qetësi, Shtëpia mbeti akoma në debate lot. Sa po më tani sa po më thë, Tani direkt. Morë do të më dorë. Reagimet ishin të shumta jo vetëm nga qytetarët e thjesht, por dhe nga personazhet publike brenda dhe jashtë Kosovës. Ata kanë mbështetur Eduard trokitur durimin e Gjestit, duke thënë se gjithë Kosova është me të. Me t'u larguar Jozi dha një intervistë ekskluzive në Top Channel, ku populli të Kosovës i kërkoi falje për fjalorin e përdorur, e që nuk ishte as pak i hishëm, sidomos në një format të tillë duke e ditur ndikimin që Big Brother ka në familjet mbar shqiptare. Vlen të përmendet fakti që gjatë këtij rrëfimi direkt pas përjashtimit, Jozi nuk e pati unazën në gisht, e me pak fjalë dasma atyre i bie që ishte shkelë shko. Ai u martua me Loredanën sa për sy e faqe.